Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës i ka dërguar letër ish emisarit të posaçëm të SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, aktualisht emisari i posaçëm i SBA-s për misione të veçanta. OVL-UÇK i shpreh atij shqetësimin me qëllimin e vërtetë të dhomave të specializuara të Kosovës. Në letrën e tyre thuhet se gjykata speciale ka devijuar nga qëllimi i saj fillestar për drejtësi dhe është ndërruar në armë politike. Ndaj kërkohet hetimi i pavarur për mënyrën se si funksionon kjo gjykatë. Veteranët i kujtojnë Grenellit përpjekjet e administratës së Donald Trump për të sjellë paqe dhe theksojnë se përpjekjet e tilla janë sabotuar nga akte akuza të montuara dhe të motivuara politikisht. Po ju drejtohemi në emër të Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për të shprehur shqetësimin tonë të thellë dhe në rritje se dhomat e specializuara për Kosovën e kanë humbur qëllimin e tyre. Ajo që duhet të ishte një gjykatë drejtësie është ndërruar në një armë politike, pikërisht ju më shumë se kushdo tjetër, e dini se çfarë ndodh kur drejtësia bëhet politike, ajo kthehet në shtypje, kthehet në tirani me mantelin e gjykatësit. Presidenti Trump, administrata e tij dhe ju personalisht e keni kuptuar diçka që pjesa tjetër e botës e ka harruar. Liria nuk dhurohet, liria fitohet, më e rëndësishmja liria mbrohet. OVL-UÇK thekson gjithashtu kontributin e UÇK-s në mbrojtjen e lirisë në ndërtimin e një Kosove demokratike pas luftës, duke përmendur procesin e suksesshëm të çarmatimit dhe reintegrimit të ish luftëtarëve. Ne veteranët e UÇK-s e kemi mbrojtur atë liri. Luftuam kundër njërit prej regjimeve më brutale në Europë, i varrosën vëllezërit dhe motrat tona, humbëm shtëpitë, gjymtyrët dhe familjet, por kur nuk e humbëm besimin në demokraci dhe në liri, por edhe në premtimin amerikan, se drejtësia dhe liria ecin krah më krah. Kur mbaroi lufta nuk u kapën pas armëve, por i dorëzuam ato. Procesi ynë i çarmatimit, çmobilizimit dhe reintegrimit ishte ndër më të suksesshmit në histori. Ndihmuam në ndërtimin e një Kosove demokratike, i kthyem luftëtarët në qytetar, e ndoqëm shembullin amerikan sepse besuam tek ai. Në letër po ashtu bëhet thirrje për një rishikim të plotë të funksionimit të gjykatës speciale, një auditim financiar të fondeve të saj dhe një hetim të pavarur për abuzimet e pretenduara nga zyrtarët që sipas OVL-UÇK jetojnë si mbretër ndërsa luftëtarët e lirisë mbahen në përqeli. Kërkojmë një rishikim të plotë, një auditim financiar dhe një hetim të pavarur për mënyrën se si funksionon kjo gjykatë dhe se si zyrtarët e saj jetojnë si mbretër ndërsa luftëtarët tanë të lirisë mbahen në përqeli vetëm sepse e kanë mbrojtur atë.